dëshmitarë u kontaktuar me këta të akuzuar, duke i premtuar shuma të ndryshme të parave, banesë në fushë Kosovë, si dhe shërimin e bashkëshortës së tij me qenë se ajo vunte nga një smundje dhe kishte nevojë për kontrollim shëndetësor jashtë vendit. Këta kontaktuan me këtë dëshmitar, e morën përsipër që t'ja shërojnë bashkëshortën, e morën përsipër ja sigurun një banesë në fushë Kosovë, dhe cilën ja dhanë, si dhe i premtuan truproje, pagë mujore në vlerë për 500 euro, si dhe të gjitha shpenzimet të cilat ky dëshmitar do t'i kishte për nevojat e veta. Tani me të pranuar këto para, ky dëshmitar pranoi dhe bëri tërësisht ndryshimin e deklaratës së tij në shqyrtime kryesore, duke thënë se nuk është e vërtetë ajo që ka thënë para prokurorit, nuk është e vërtetë që din që ka nënshkruar diçka të tillë, pasi ky dëshmitar u vendos në banesën e tij në fushë Kosovë, ai kërkonte edhe më tepër të holla nga këta. Dhe të njëjtit pranuan që t'ja dërgojnë grup bashkëshortën e tij në shërim në Beograd, arritën t'ja sigurojnë një librezë shëndetësore për bashkëshortën e tij, arritën t'ja paguajnë hotelin i cili vendos në hotel Beograd në Serbi, dhe bëri një karton mjekësor për shërim kinse për të mos paguar nevoja, dhe pas kthimit nga ky shërim i dhanë 10.000 euro, mirë po i kishin premtuar të njëjtit 20.000 euro. Duke parë ky dëshmitar se nuk po i përmbushin këta të akuzuarit ato obligime të cilat i kishin premtuar, ai filloi që të paraqesë rastin dhe tentoi që ta shes banesën në fushë. Me të kuptuar këta akuzuar se njëti don ta shes këtë banesë në Kosovë, atëherë fillojnë konfliktet mes tyre, sa që sipas dëshmitarit rrafet nga disa persona, po që në shkresat e lëndës prokuria nuk e ka se kush ka mund të jetë rast dhe kërkon ndihmë mjekësore. Tani ky dëshmitar fillojnë të paraqesë rastin në prokuri dhe me të kuptuar prokurorët e Oleksit dhe hetuesit i vën masat e përgjimit të fshet dhe kontaktojnë shifte kontaktet e këtyre të akuzuarit me dëshmitarin që tani më nuk është dëshmitarin mbrojtur, po u paraqisi Nazmi Maloko. Kontaktet e tyre tregonin se si kontaktonin, kohën periudhën kur kishte për të dalë në gjykim në procesi, e mësonin çka duhet të flesin, por dhe pas çdo seance njëti raportonte se çka ka ndodhur dhe çka mund të ndodhë. Kjo ishte arsyeja që dëshmitari tani e paraqiti rastin dhe kjo ishte arsyeja që u bë problem kryesor që i njëjti filloi këtë procedurë dhe mbi bazën e dëshmive të përgjimit shihet ndikimet të cilët i pas dhe në fazën e administrimit të provave u bë edhe proces verbalet e gjykatës të cilat u mbajtën në Mitrovic, shikimi i deklaratave të tyre, disa fotografi të tjera dhe të gjitha këto shihet se këta të akuzuar ndikun direkt në ndryrimin e dëshmisë së këtyre dëshmitarëve.